E po, mirë se vini në këtë udhëtim, le të themi paksa mistik. Sot, do të ftojmë atë mendjen tonë kërkuese të zbuloj disa nga harmonitë e fshehura të këtij universi. E dini, kur hedhim vështrimin rreth nesh, bota shpesh na duket thjesht si një fushë betejë gjigante, forca që përplasen pa pushim njëra me tjetrën. Por, po sikur ky konflikt i dukshëm të jetë vetëm një iluzion i shqisave tona. Po sikur pas gjithë këtij tensioni të fshihet në fakt një vallëzim kozmik thellësisht i përsosur. Le të nisim për të zbuluar një nga të vërtetat më të vjetra dhe më mahnitse të ekzistencës. Çdo gjë është e dyfishte, çdo gjë ka pole, çdo gjë ka të kundërtën e saj. Ky nuk është thjesht një citat i bukur, është një nga themelet absolute të filozofisë hermetike, një nga traditat më të vjetra të mençurisë njerëzore. Por çdo që kërkon të kuptojë me sinqeritet se si funksionon vërtet bota e padukshme, hapi i parë është ky: të pranojë që çdo gjë mbart një natyrë të dyfishtë. Nuk ka absolutisht asgjë që të jetë izoluar apo e vetme në natyrën e saj. E gjithë rruga drejt njohjes thelbësore fillon pikërisht këtu. Seksioni i parë: ligji i polaritetit. Në rregull, le të zhytemi menjëherë në këtë koncept qendror. Është thelbësore të kuptojmë që në fillim diçka, ky ligj i lashtë nuk e sheh ekzistencën si një arenë luftimi, ku njëra anë duhet patjetër të asgjësoj tjetrën. Mendoni pak për dritën dhe errësirën, ose nxehtësinë dhe ftohtësinë. Madje edhe fizika moderne na e thot qartë se ftohtësia nuk ekziston si një energji më vete apo jo. Është thjesht një mungesë nxehtësisë, një shkallë më e ulët e vibrimit atomik. Por një mendje të padisiplinuar, këto na duken si të kundërta absolute, krejtësisht armiqësore. Por në të vërtet, ato janë thjesht grade të ndryshme në të njëjtin termometër kozmik. Janë rreptësisht e njëjta gjë. Pra, me fjalë të tjera, polariteti refuzon plotësisht idenë e një armiqësie të përhershme. Ai tensioni që ndjej mes dy poleve nuk është një gabim i natyrës, është në fakt një tension krijues, është vetë motori që bën të mundur të gjithë lëvizjen dhe jetën. Pa këtë tërheqje dhe shtytje të vazhdueshme, gjithçka në natyrë do të qëndronte plotësisht e ngrirë e pa jetë. Për cilin do që ndjek rrugën e zhvillimit shpirtëror, ky tension është pikërisht ajo energji që bën të mundur evolucionin dhe transformimin ton thelbësor. Seksioni i dytë: iluzioni i ndarjes absolute. Tani, ajo që bëhet vërtet interesante në këtë logjik është se na duhet të dekonstruktojmë plotësisht mënyrën se si e perceptojmë realitetin. Ta ndash prerazi njërin skaj nga tjetri është thjesht një iluzion i kufizimit ton njerëzor. Drita, dihet tashmë, përfaqëson dijen, vetdijen, harmoninë, ndërsa errësira shpesh shihet si padia apo kaosi në traditat ezoterike, por mësimi i thellë këtu, errësira nuk është një përbindësh apo entitet më vete që ka për qëllim të mposhtë dritën. Jo, ajo është thjesht mungesa e saj, është e njëjta fushë ekzistence, por thjesht në një shkallë shumë të ulët vibrimi. Dhe kjo do të thotë diçka shumë të fuqishme. Rruga e vërtet drejt mjeshtrisë nuk nënkupton të fshihesh errësirës. Traditat thellësisht mistike na mësojnë se nuk mund të shohësh asnjëherë një agim të vërtet pa kaluar më parë përmes thellësive të natës. Është e pamundur të arrish rilindjen pa kaluar atë transformimin e pashmangshëm që shpesh ne e quajmë vdekje. Çdo kërkues duhet të ecë me guxim përmes atyre hijeve, sepse besojni ose jo, pikërisht aty fshihet themeli një ndriçimi vërtet të qëndrueshëm. Le të përdorim pak metodën sokratike këtu. A mund ta kuptoj dikush vërtet se çfarë është guximi, nëse s'ka provuar asnjëherë thellësinë e frikës? A mund ta vlerësojmë, apo qoftë edhe ta njohim gëzimin, pa e ditur se si ndihet trishtimi? Kuptohet që jo. Këto emocione, këto përvoja nuk e kundërshtojnë as gjësojnë njëra tjetrën, ato japin formë dhe kuptim njëra tjetrës. Janë pjesë absolutisht jetike të zhvillimit ton drejt asaj vetdijes së lartë. Seksioni i tretë: arti i transmutimit mendor. Tani kalojmë nga teoria paksa abstrakte në diçka thellësisht praktike dhe fuqizuese. Ky parim i transmutimit është si një revolucion i vërtet për psikologjinë tonë të brendshme. Këto emocione që shpesh mendojmë se na kontrollojnë, si për shembull dashuria dhe urrëtia, apo depresioni dhe gëzimi, nuk janë gjëra të ndara që jetojnë në ishuj të ndryshëm. Jo, ato ndodhen në të njëjtën vijë polare. Dhe e bukura mahnitse e kësaj është se një mendje stërvitur fiton fuqinë për të rrshitur me vullnet gjatë këtij spektri. Ne mund të zhvendosim vetëdijshëm frekuencën tonë, nga ajo negative drejt asaj pozitive. Pra, gjithë vëmendja kalon te mekanizmi. Si e bëjmë këtë? E po, nuk është ndonjë magji e pakapshme.
por një shkencë e pastër e mendjes që kërkon hapa konkret. Gjithçka fillon me vetdijen, të dallojmë njëre mirë se në cilin pol po vibrojmë. Më pas vazhdon me meditimin për ta vëzhguar atë gjendjen e heshtje. E pastaj vjen pjesa më thelbësore, vetë kontrolli dhe disiplina mendore, për të ndryshuar marshin, për të ndryshuar frekuencën. Kjo, miqtë e mi, është shkolla e vërtetë se si fraktohet një ekuilibri i pathyeshëm i brendshëm. Seksioni i 4, alkimia dhe evolucioni shpirtëror. Pasi mësojmë të zotrojmë paksak të botë tonën të brendshme, jemi gati të ngjitemi drejt koncepteve më të mëdha të ekzistencës. Aty ku ato përplasjet që përmendëm më parë bëhen në fakt burimi një drite madhështore. Ikona si dielli dhe hëna, zjarri dhe uji, e dini këto nuk u vizatuan në përdorshkrime të lashta thjesht për të shpjeguar natyrën jashtënesh. Ato kanë qenë gjithmonë harta të vetmendjes njerëzore, përfaqësojnë procese jashtëzakonisht të thella psikologjike. Të mësosh ti lexosh, do të mësosh si të balancosh ato energji aktive dhe pasive që diktojnë cilësinë e jetës sonë. Dhe ja ku arrim te xhavahiri i vërtet i gjithë kësaj, alkimia hermetike. Alkimia e vërtet shpirtërore nuk na mëson se si të shmangim me çdo kusht konfliktin, apo si t'ja mbathim nga vuajtja. Ajo është shumë inteligjente se kaq. Ajo na zbulon se duke mbajtur qëndrimin e duhur, konflikti kthehet në vetë materialin që ne përdorim për të krijuar urtësinë. Vuajtja thyren gjërat e dobta tek me, për t'ja hapur rrugë diçkaje më të fortë. Në fund, errësira bëhet vetë mjeti që prodhon dritën. Polariteti, pra, është mekanizmi kryesor i evolucionit tonë shpirtëror. Seksioni 5. Harmonia me rendin kozmik. Le ta zgjerojmë pak këndvështrimin dhe të shohim se si kjo lidhet drejt për drejt me mekanikat e të gjithë kozmosit, sepse funksionon tamam si mendja jon. Gjithçka i nënshtrohet këtij ritmi, zgjerimit dhe të kurjes, dita dhe nata. Edhe vetë akti i krijimit ka nevojë ekstreme për një moment shkatrimi, sepse duhet lënë hapësirë për të renë. Është kaq e thjeshtë, nëse këto tensione të kundërta do të zhdukeshin papritur, i gjithë universi siç e njohim do të ndalonte. Harmonia e vërtetë operon vetëm përmes kësaj frymëmarrjeje të dyfisht. Dhe e bukura është se kjo është ilustruar genialisht nga traditat e vjetra ezoterike, si për shembull masoneria e lashtë. Ata nuk i fshehen këto të vërteta vetëm në tekste të vështira për tu lexuar, i gdhendën drejt për drejt në gjeometri. Kolonat binjake në hyrjet e tyre, ai mozaiku i famshëm i dyshemesës ku plakat e bardha ndërturen në mënyrë të përkryer me zezat, vetë kompasi dhe katrori. E po të gjitha këto janë manifestime vizuale, shumë fizike, të këtij ligji kaq të madh kozmik. Kuptohet që qëllimi i këtij udhëtimi mistik nuk është që të hedhim poshtë trupin për të nderuar shpirtin, apo të shtypim emocionet për të qenë sa më logjike. Synimi është ajo pika e ekuilibrit, ajo ecja shumë elegante mbi litar midis të dyjave. Ndriçimi nuk vjen duke i kthyer shpinën errësirës, ai vjen nga ajo shkrirje e urtë të dyjave brenda vetes son. Aty ku ne nuk mohojmë më asgjë, por thjesht kuptojmë thellësisht dhe transmutojmë gjithçka. Dhe mbërrim në një pikë ku fjalët pothuajse humbasin ato kuptimin e tyre të përditshëm. Kur arrihen ato nivelet e vërteta të mjeshtrisë së vetëdijes, njeriu zbulon se e gjitha ajo ideja e ndarjes absolute pas ka qenë thjesht një iluzion kalimtar. Drita dhe errësira nuk shihen më si armiq, por si gjysma të një rrethi të mbyllur dhe totalisht të përsosur. Përmes këtij ekuilibri, brenda nesh bie një paqe absolute, sepse trupi dhe mendja bashkohen në një ritëm të vetëm me ligjet e natyrës. Dhe në këtë gjendje, dualiteti ka përcehet, mbetet vetëm uniteti. E po, ky shpjedim na jep një hartë vërtet fantastike për realitetin. Por një hartë mbetet vetëm letër, derisa ne të hedhim hapat e parë. Gjithçka varet nga vënia e saj në praktik. Ndaj teksa e mbyllim udhëtimin e sotëm, le ta lëm këtë pyetje të rezonojë me ne, të na shërbejë si një udhërrëfyes i heshtur për të ardhmen. Ndërkohë që rruga përpara shpalloset e re çdo ditë, si do të arrijë ajo mendjes apo disiplinuar, ta marrë errësirën më të rëndë me të cilën përballet dhe ta shndërrojë atë pikërisht në burimin e dritës së saj moshkëlqyese. Zgjidhja këtij ekuacioni thelbësor mbetet ndoshta qëllimi më sublim i çdo jete. Falenderi që udhëtuat me mua sot, këtu ndalemi.